Jozi, i revoltuar dhe i bindur për atë që po thot, i afrohet Eglit me një shikim të ashpër dhe me duart në i. Ai nuk mund ta kuptoj se si ajo nuk po e sheh atë që, sipas tij, është kaq e qartë. Egli, po më dëgjon? Gjesti po të përdor përsëri, dhe ti as që po e kupton ose, akoma më keq, po bën sikur nuk e kupton. I thot ai me një ton të lartë, duke i shtrënguar duart si për të theksuar fjalët e tij. Egli, e qetë por me një shikim të ftohtë, i kthen një përgjigje të prerë. Jozi, mjaft me këto teoritë e tua. Unë e di shumë mirë çfarë bëj dhe nuk më intereson fare çfarë mendon ti për këtë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Oh, e di shumë mirë çfarë bën? Po a nuk ishte e njëjta situatë edhe më parë? Ai të afroi, të bëri të besosh që është i sinqert, dhe pastaj të la në balë. Dhe tani, e shoh që po ndodh e njëjta gjë, por ti prap nuk don t'ja dish. Egli shtrëngon në ofullat dhe i drejton një shikim të ashpër. Nuk jam fëmijë, Jozi. Unë marr vendimet e mia, nuk kam nevojë për dikë që të më tregoj se çfarë është e drejtë dhe çfarë jo. Nëse më përdor apo jo, është puna ime, jo e jotja. Jozi i afrohet më shumë dhe e shikon drejtë në sy. Egli, e kupton që nuk është vetëm puna jote? Sepse të gjithë ne e shohim çfarë po ndodh. Dhe të gjithë e dim se si do të përfundoj kjo. Ai thjesht po të manipulon dhe ti po e lejon. Egli pshërtin dhe kthen shikimin nga ana tjetër, duke refuzuar të dëgjojë më. Më mjafton të di çfarë dua unë, Jozi. Nuk më intereson mendimi yt. Thot ajo, duke treguar se nuk ka ndërmend të ndryshoj qëndrim. Jozi, i shgënjur dhe i lodhur nga kokëfortësia e saj, ngrit duart në shenjë dorëzimi. Në rregull, Egli, bëj si të duash. Por kur të lëndohesh përsëri, mos u anko. Sepse të kam paralajmëruar. Ai largohet duke tundur kokën me nervozizëm, ndërsa Egli qëndron e palëkundur, e bindur që ka të drejtë. Megjithatë, fjalët e Jozit mbetën pezull në ajër, duke e bërë të reflektoj, sadopak, për atë që ai sapo i tha.